Kjo është veshja për sot që do vesh. Do bëj shpezat. Tani, mos I vini re shapkave, por kjo është e gjithë luku. Më pëlqen, është edhe kjo xhaketa është me të vërtet super, vjen pak oversize, edhe krahët I ka kështu. Edhe krahët, kështu që është shumë e bukur, e kombinova me këtë shallin, gjithashtu edhe make-upi im, për I tala këtu, edhe make-upi im është kështu. Flokët nuk është se janë në gjendje të mirë, I vura edhe këtë kapse këtu. Do t'i rregulloj pak më mirë para se të dalë. Po bën shumë ftohtë, edhe e keqja është se unë thash të marr shallin, po më gënjevi dielli. Thash do piva, edhe mos ta marr, por që nga me të vërtet të merë. Po I hedhi një sy tregun dhe pastaj do shkojmë tek një dyqan, mos blejmë disa gjëra, do pijmë kafe. Kontrollin doganor tu që bëri rëmuj aty. Edhe këto gjërat janë që kemi blerë për vitin e ri. Tani, t'ju ri t'ja tregoj, nuk mundem, sepse janë shumë, por do t'ju bëj një minutë thjesht, t'ju tregoj çik. Ndoshta doni dhe juve ide. Janë për antipastat, janë për disa për të bërë pasta me gjëra kështu, me mbushje, me anë të pastas foljes. Kemi, nuk e di, s'kishte pul atje që të merrnim një pul deti, jo, kaposh deti më duket quhet. Po, kaposh deti edhe kështu. Tani t'i japim çik Oreos për të ngrënë, sepse po kontrollon, jo se po kontrollon, por shikon çfarë janë gjërat e reja. Ju tregoj pak shpezën për të qenë korrekt, është 210 euro. Dhe shikoni leta sa e gjatë që është. Që që nuk kemi marrë shumë gjëra të shtrenjta, vetë mishit, po, mishrave. Çfarë kemi marrë tjetër? Mish të grirë. Kemi marrë këto që kushtojnë nga 3 euro, 4 euro të dyja. Jo, 4 kjo, 4 kjo. Edhe kështu. Bleva nga këto dy arke e vogël, nga këto dhe kushtonin shumë lirë, 2 euro afërsisht, dhe gjitha to mora 2 nga këto, se thonë ka shumë vitamina. I vendosa këtu, në qoftë se ju keni makinën e kafes Dolce Gusto, merreni këtë kafe me ginseng, ja, fokusoj kamera kështu. Sepse e keni super të mirë. Ata po flas kot me vete, po. Minutazh, edhe mos të jetë e mërzitshme, dhe kthehemi përsëri. Kemi marrë edhe këto, të dyja, nuk është se janë të dyja për neve. Njëra është e jona. Jam këtu, sepse si që u premtova, dua që të hapim bashkë këtë pako. Tani e kam hapur sepse kam bërë video në Instagram, kështu që më vjen keq. Kjo pako është nga Luci Artigianali dhe ka këto 2 kartë vizita që thot thank you card. Më ka dërguar këtë, një është për robat, për më shumë këto e di që është kur vendose që ke lagështi, por thuhet që është dhe për aromë. Dhe t'ju tregoj pak pakon, ta mbaj të fshu në mënyrë që dhe ju të shikoni pak nga afër pakot. Tani. Të ishin të gjithat me fjango, por unë ja hoqa, dhe fjangot nuk është se do t'i hedh, por do t'i vendos të pema, t'i kem kujtim. Edhe e para është kjo këtu, që është një drer kaq I bukur. E dyta
është një flok bore. Dhe mos ju flas për erën, e kanë fantastike, ti hash, jo ti lësh. Gjithashtu ka i zgjitur kjo, por ja. To mbajnë shumë erë. Unë jam e çmendur me këtë erë, shërbet, baklava, nuk e di se çfarë ere vinë, por janë në 3 dimensione. Gjithashtu kam edhe pemën e vitit të ri. Këtu, ta marr tani dhe t'ja tregoj. Gjithashtu edhe paketimi këtu ishte e bukur. Pim, edhe tani i jemi të qetë, unë kam veshur, shikoni pak. Kjo nuk e di nëse ju a tregova veshjen time. Kam veshur pantallona të bardha, bluze të bardhë, edhe këtë jeshilen doja ta vija me ri, por nuk është se kam ndonjë sebeb, në shtëpi jam, edhe kështu gatova, i bëra të gjitha vetë, jam lodhur shumë të them të drejtën, edhe isha pak të lapsin, e zi dhe thash ta provoj një herë, po më duket vetja çuditshme se kam shumë kohë që nuk vendos make-up, bëj vetëm rimel, një blash këtu edhe mirupafshim, mund të luaj edhe ndonjë vetëm të bëj pak më të zezë. Edhe kështu gjërat që kanë ngelur janë përsëri plot, sepse ne nuk kemi ngrënë shumë. Doja të bëja përsheshim, por e didonte më shumë pilafin, kështu që vendosa që të bëj pilafin dhe ndoshta nesër, në 1 janar, unë bëj edhe paçin, nëse kam fuqi, se jam shumë e lodhur të them të drejtën, edhe dua që t'ju tregoj pak se nuk kemi ngrënë gjë, tavolina është shumë e bukur. Unë gjithmonë nuk e filmoj shumë tavolinën, sepse më duket që ka njerëz, më duken se kur jam unë që i kam gjithë të mira dhe dikush nuk i ka, ndoshta dikush që shikon videon time do ndihet keq, nuk e di pse i kam këto idet, por sot do hapim edhe ato 2 dhurata që kemi, ti shikojmë se disa i hapa për Krishtlindje dhe disa i hapa këtu. Ti marr tani edhe t'ju a tregoj. Kështu, që të duken pak aty, është shumë e ullët vendi, por këtu më mungon një penel, bleva një set për make-up për kur udhëtoj, janë të vogla, nuk gëzën shumë vend, por janë tamam. Nuk mund t'i them të vogla se mund të quhen edhe normale, por janë aq të buta dhe është nga marka BH Kozmetik, që kjo linjë e lexova mbahesh dhe duket me të vërtetë cilësia e këtyre. Ishin 3-6 so, por njërën nuk e di se ku e kam vendosur, i përdora sot. I lava njerë, i futa këtu, i përdora, dhe dhurata e dytë është kjo kutia këtu. Shikoni pak sa e bukur. Pas ka këtë mi ka bëredi dhurat, mi ka futur këtu brënda, nga Douglas. Këto janë shampo edhe body lotion nga Douglas. Ishin shumë të bukur, ati përdorja më përpara për të bërë një video të bukur për vitin e ri. Pas ka erë trëndafili, që nuk ka lidhje fare me vitin e ri, pakën të ishin jeshile. Edhe kjo në të njëjtën. Kjo është sapun, super, ka edhe një lise super të bukur. Po dalim që të shikojmë fishën zjarrit.
Përshëndetje, jemi këtu, jemi rikthyer, ora është 2 e natës dhe për vit të ri bëra një shenjë të re nga Oreoa. Utrëm, do ta fusja te dollapi, utrëm më mbajti mua fort dhe thori, nuk ja kisha prerë këtë javë dhe ja rritur shumë, për një javë atit i rrite shumë dhe shikoni këtë metodën time që i vë te veshët, i mbuloj, sepse po t'i lë këtej, le që bie nga mbrapa, por t'i bën dhe veshët që të dalin përpara dhe këtë gjë. Unë nuk e dua. Tani, do t'ju tregoj për që ta mbyllim vlogun sa më bukur dhe sa më mirë, mos ta haroj asgjë të vitit 2025. Kam këtu të gjithë të mbledhur kalendarin e Aventos, por 3 gjëra nuk i di se ku i kam lënë kur i kam hapur. Ishte një parfum i Ariana Grandes, i kam aty se i pash dije par dije. Një blash edhe për buzët nga Zoeva. Ishte tjetra një penel, nuk e mbaj mend se emrin e penelit, por një furç që bën bronzer, make-up, çfarë të doni juve, ishte një furç super shumë e mirë dhe të vazhdojmë dhe të tregoj këto që kam këtu. Kjo është një ampull serum koncentrat, janë shumë të mira, e keni parë që i kam përdorur 3 vjet para, ndoshta 4, vlog mas i parë i kam përdorur këto, por ka qenë 1 ose 2 copë dhe tani na kanë dhuruar të gjithë setin që është 7 copë për nga 2 ml, që unë do t'i jap juve këto kur të bëj ndonjë lojë shpërblyese. Gjithashtu është një pupa vam, kjo është një rimel për syt dhe për këtë jam kurioze ta provoj në fakt, sepse nuk e kam provuar asnjëherë dhe dua që ta provoj. Nëse unë kam 2-3 rimele të tjera, këto do t'ju adhuroj juve. Nëse s'kam, do ta mbaj për vete. Kjo është një mask nga Clarins që do t'ju jap juve, edhe kjo një krem age serum, jo, është mask. Mask, jo. Pse thot mask mbrapa? Duhet shoqëruar me maskën. Kjo është krem. Gjithashtu edhe nga kjo 1-2 free, kjo është një larës për fytyrën që do t'ju adhuroj juve. Gjëra tjetër që do adhuroj juve janë një laps i Bobbi Brown. Kjo është Estee Lauder, si këto kam 3 të tjera aty dhe pse t'i mbaj, t'ju jap juve. Kam dhe një të pahapur, kështu që thash kjo do dhurohet për juve. Kjo është nga Anyang, është një markë shumë e njohur koreane që kushtojnë dhe shumë këto produkte, kështu që kjo do jetë për juve. Është një mask krem për rrudhat e vogla të fytyrës. Gjithashtu edhe një mask tjetër me gold 24 karat thot këtu. Dhe është nga Peter Thomas. Gjëja që nuk më pëlqevi te ky kalendar, harova që t'ju thoja që ishte edhe një krem për kurtikulat, një serum ose jo, ishte scrub për kurtikulat, edhe atë do ta mbaj për vete sepse më intereson. Gjithashtu, kjo është nga marka MCM, nuk e di si MCM. Herë të tjera më ka rënë ky parfumi në formën e çantës, më ka pëlqyer shumë dhe kishte erë, okej, nuk më përshtatesh mua, por unë i kam dhuruar të njerëzit që përshtatesh. Por kjo, sa e hapa unë një çik, i mora erë, të bindet, velani dhe të fikët. Vdisje direkt. Tani dua t'ju them publikisht me zë të lartë Chanelit që kanë thënë keni një parfum si ilaç mizash, se kjo ja kalon Chanelit, është parfum vdekje prurës. Nëse doni të vini këtë, njerëzit që keni përreth, do ju bjeri të fikt. Kështu që nëse e doni, shikojni njerë, merri njerë, se po e vute dora, keni mbaruar, por puna është se unë nuk dua ta nxjerr këto, që t'ja jap juve. Juve, nëse e doni, ta shikoni, se tani, ai që e ka nxjerr këto, dikujt i përshtatet kjo erë, ndoshta nuk më përshtatet mua, se unë jam më shumë të aromat e ëmbla, tek vanilja, tek këto.
Kështu që në qoftë se e doni që t'ja hedh në lojë shpërblyese, më thoni që t'ja vë tek pakua. Gjithashtu, ky parfumi i Ariana Grandes është Kiss, më pëlqen, duket i madh aty, por nuk është kaq i madh. Edhe ka njerë, okej, mund ta përdorësh, njerë pastërtie që mua më pëlqen shumë, nuk ka ndonjëherë që ti kur ikën kthen kokën, por është okej. Gjëja që më pëlqen më shumë tek ky kalendar është Sol de Janeiro. Me që jemi te Sol de Janeiro. Kisha dhe një Sol de Janeiro, ajo ngjyrë portokalli, që unë do ja lë mbesës time atë, sepse çmendet për atë aromë. Mua asnjëherë nuk më ka pëlqyer Sol de Janeiro, asnjëherë nuk më ka pëlqyer, por kjo si duket do ketë erë vanilje, po e ka, e të them të drejtën, sa më pëlqen. E hedh gjithmonë tek rrobat, nuk e hedh asnjëherë në trup. Do blej dhe formatin full size të kësaj. Një tjetër Real Technique është kjo paf i Real Technique-ut, që këtë vit brenda ka silikon se është shumë e fortë, përdoret dhe për fondotintën edhe për Ciprien, nuk e di, s'po më vjen në mendje, pudrën, që të vendosni këtu ose të bëni baking, si doni juve, përdoret nga të dy anët. Dhe kjo ishte e gjitha. Vura re tek videoja që po editoja që parë që nuk kam bërë urimin e një viti të ri. Uroj për juve një vit sa më të mbar, uroj që të keni gjën më kryesore që është shëndeti, uroj që ky vit 2026 të keni begati pasurinë nëse e dëshironi, të gjithë e dëshirojnë pasurinë, por kjo është gjëja më pak e rëndësishme. Uroj për juve që t'ju realizohen të gjitha ëndrat. Uroj që Zoti të jetë gjithmonë për krah neve në ditët që ne kemi nevojë. Kështu që uroj që të keni një vit sa më të mbar dhe më të mirë. Unë tani do bëj mbylljen time dhe si gjithmonë nuk mund të harroj për juve një puthje virtuale të madhe, një përqafim virtual të madh për juve. Mirupafshim dhe shihemi në një video të re. Mirupafshim.